reforme, personal apo i banesësh kontroll, pa miratimin të gjykatës kushtetuese. Edhe gjykata e lartë, edhe gjykata kushtetuese këtë ndryshim. Edhe deputetit ju la miratimi kuvendit. Po nuk u shkruajt në ato propozim ndonjëherë, se besoj të kenë lajthitur, që nuk e thonë, që me këtë rast, me që bëjmë të ndryshime kushtetuese ne mund të pezëllojmë ministrin. Po të ishte kështu, në praktikën parlamentare jam dakordun. Po nuk është kështu, nuk u hoq dorë nga korapta që ky gëzonte ministri me ato deputetit, sepse kemi dhe një vendim të gjykatës kushtetuese vitit 2000, i cili ka interpretuar në 103.3, ku ka thënë që për nga ana përmbajtësore, imuniteti është i njëjtë. Por në këtë moment lindte ta interpretonim sërish sepse kemi ndryshimin e 2012. Po. Dhe duhesh interpretuar sërish në këtë dritë që nuk u bë. Ndërhyrja e parë klanit territalit, Brisida. Kështu që ti thasim gjërat siç pikërisht kjo është dhe arsyeja që prokuroria e posaçme apo prokuroria e përgjithshme në 12 vjet, 13, tamam, nuk e ka aplikuar ndonjëherë, se nuk mund ta aplikonte. Në rastin konkret, se ngelëm se ti na vjen rrallë. Pse aplikoi Spaku kësaj radhe këtë? Nuk di të them. Nuk di të them. Dhe çfarë ndodh dhe nuk mendoj që u rikthy masa e pezullimit. Sepse nëse Spaku do të kishte një pikpyetje nëse jam apo s'jam kompetent për të hyrë me një masë pezullimi, Spaku kishte shumë me ato prova që kishte, se me të njëjtat prova shkojnë në kuvend me ato për kërkesë autorizim. Shkon në kuvend thoj, unë kërkoj 1, ose pezullim nga detyra, sepse po më prishën prova, 2, ose arrest shtëpi apo në burg, siç e ka. Dhe le ta zgjidhte kuvendi si interpretuesi i normës i parë, çfarë do të jepte ty? Dhe do t'ja lihet ti gjithë barrën kuvendit. Po Spaku për i gabimin, shkoj aty me atë masë, dhe pasandaj kur gjykata kushtetuese i pezulloi pezullimin, me njëherë pas 3 ditësh Spaku shkon me një kërkesë për zvendësimin e 2 masave me masat e tani çfarë ndodh në këtë rast? Tashti kemi një çështje në gjykatë lart, kemi një çështje në gjykatë apelit të posaçëm, do duhet që me të zbardhur vendimi i gjykatës kushtetuese se ai është momenti që hyn në fuqi. Po, ta marrë gjykata e posaçme, të caktojë datën e gjykimit dhe të vendosë. Do ta miratoj apo do ta ndryshoj. Dhe unë do isha i lumtur si jurist që një gjyqtar i vetëm i gjykatës apelit të posaçëm gjende kurajo. Të gjende kurajo dhe thoshte 4 anëtarëve të gjykatës kushtetuese, ja kjo është drejtësia. Harroje. Mund ta harroj. Harroje. Domethënë ekspozeja e historiku të asaj gjykate më tregon që harroje, por në këtë shtet duhet të ketë një drejtësi. Në këtë rast. Një rast e kemi. Dhe këtu përjashtoj emrat e kam thënë gjithë fillim. Një rast e kemi, te rasti i zotit Maltez. Fenomeni është shumë i rëndë. Aty apeli ja lehtësoi masën. Siç kemi Stokholm që apeli ka rënduar pretencën e prokurorisë dhe kjo pastaj është kinezëri apo jo? Sepse çështja do shkojë pranë kushtetuese. Por tashmë me ankim individual. Pra, do ju thonë të shkojë prapë kushtetuese. Po do shkojnë prapë kushtetuese dhe aty do doja ta kisha gjykatën më të plotë, të rifreskuar. Pra duhet presim ndryshim. Po do shkoj sepse në gjykatë lartë është. Ata gjykatës lartë po presin apelin që të mbarojë këtë pezullimit, ti bëjnë bashkë dhe të shprehen. Do shprehen ata, në rast se do kemi zgjidhje të së drejtës, atëherë nuk do shkojnë kushtetuese. Në rast se nuk do kemi dhe nuk do merret e drejta aty në gjykatë lartë, do kemi prapë një sfidë kushtetuese, po tashmë nga individi që nënshtrohet masës. Sepse kjo ka një problem të madh. Unë apo të gjithë ne zotërin tu, të ftohemi të bëhemi ministra. Patjetër. Tashmë them, unë u pezullokam nga Spaku, një institucion kushtetues kolegjal, që udhëheq vendin. Rama tha dje mund të pezullojë dhe presidentit. Prandaj kam mbajtur të qëndrim personalisht vet, edhe si jurist, ku kam thënë që shiko, nuk qëndron kjo logjik, sepse Spaku përveç të problemit të mosmarrveshjes që ka krijuar, natyrshëm ka veshur xhaketën e një partie politike që ka fituar zgjedhjet, sepse dikton kush dhe me kë do të qeverisë. Në mënyrë indirekte dikton. Jo, e vërtetë, Skënder. Absolutisht, unë kam lexuar edhe intervistën tuaj dhe e gjej veten tërësisht dakord me atë konstatim që ju bëni, që dhe unë kam një lexim timin personal, sepse ju thatë që unë nuk e di pse Spak e ka bërë këtë. Unë mendoj se duke parë nga jashtë dhe besoj me mua dhe shumë tjerë, dihet sepse e ka bërë. Këtu kemi përplasjen mendoj unë Sokol të një dëshire për mos veprim nga ana e qeverisë, po e marrë e gjithë politikës, në lidhje me një numër problemesh që kanë dalë natyrshëm dhe në mënyrë fiziologjike nga reforma. Nga reforma. Jemi në vitin e 10 të reformës, jemi në vitin e 7 të funksionimit të organeve të reformës dhe organeve speciale të reformës. Dhe nga ana tjetër, nga një dëshirë për protagonizëm e vetë organeve speciale të reformës, cilat mendoj unë
Deri në momentin kur është ndërmarrë pezullimi, kanë pasur një ndjenjë shumë të lartë protagonizmi publik, mediatik, natyrisht ligjor, e pse jo edhe i çik më shumë se sa të gjitha këto bashkë. Pra, nga një herë duke marrë në dorë sondazhet cilat thonë që ti je më i miri, ty duket vërtet vetja më i miri dhe duket se çfarë bën ti kthehet në sapo ta prekësh kthehet në flori. Pse them mos veprimi? Më them mos veprimi sepse ajo që sot Edi Rama vendosi ose njoftoi është Sipas informacioneve që kam unë, jo më larg se pas nesër. po, Dorëzohen ndryshimet. është shumë vonë dhe shumë pak. Për kodi 243 duket i 242. 242 kodi. Pika D. Ja, ta marrëm. Ta marr. Është shumë vonë dhe shumë pak. Pse e them këtë? Është shumë vonë dhe shumë pak sepse me sa unë lexoj dhe